Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 1 dhjetor të 2025. Duket se, si fillim muaj, edhe pse kemi mundësira, kemi kohën e duhur mbi ndryshime që kanë të bëjnë, është një moment dhe një kohë shumë e rëndësishme mbi takimet, vendimet që merren në kohën e duhur dhe mundësitë që na jepen. Është një moment mjaft i mirë dhe vërtet është diçka shumë pozitive në lidhje me punën, lidhje me karrierën, sepse fillimi mbar gjysmë e punës. Është koha dhe momenti i duhur përsa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshimin e madh që ka të bëjnë dhe jo vetëm kaq, por ka dhe një mundësi të artë në lidhje me çështjet, vendime të rëndësishme që merren në anën e punës, në lidhje me takime dhe bisedime në anën tuaj. Megjithatë, është një ditë shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë shumë me disa takime të rëndësisë veçantë ku me qenë se kemi të bëjmë me një trekëndër që marrë si formon me ndikimin në shqiptar që ka bënë që sjell mundësi dhe çështje për të shëruar plagët e vjetra dhe lidhe me ndikimin e madh në lidhje me vetbesimin dhe identitetin tonë. Disa mënyra që ndihen më mirë dhe më pozitive është mençuria, ajo që neve lejojmë në vetveten tonë, lejojmë atë që duhet bëjmë në kohën e duhur dhe momentin që neve kemi. Por gjithashtu është edhe një periudhë shumë strikte dhe një moment që neve mund të rregullojmë, stabilizojmë çështjet e financave, mund të rregullojmë gjëra që neve na duhen dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Ajo që do të ndodhi pikërisht në këtë ditë kaq të rëndësishme, duket se ajo që duam në lidhje me punën tonë dhe gjërat është siguria jonë, mundësia jonë dhe ndikimet janë fantastike dhe tepër ideale. Nuk ka vend për të shqetësuar për të gëzuar në këto drejtime, por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni Shqipëria apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz si shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar në çdo gjë, në çështjet e punës dhe të gjërave që juve keni. Gjithashtu, ka të bëjnë në anën tuaj, zgjidhni paketën tuaj atje dhe më pas e dërgoni dhe jeni gati për të dërguar gjërat edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë. Si në takime, si në bisedime, por aty ku gjeni veten, sepse ka të bëjnë edhe me çështjet e punës ose gjërave të tjera që do të ndikojnë dhe në anën tuaj dhe pastaj duke e zgjedhur atë paketë dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje jeni gati pastaj për të dërguar çdo gjë që juve doni dhe çdo gjë që juve kërkoni në anën tuaj, sepse gjërat e mira duhet jenë të lira dhe juve të merrni paketën që juve keni më kollaj dhe më të qartë. Nëse doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe juve kërkoni dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje në kohën që ne jemi drejt për së drejti, çdo të mërkur, juve dini këtë. Dhe më pas duke dërguar, pra e keni direkt aty, ja pra ky butoni që shikoni këtu, e klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Kemi edhe diçka tjetër. Çfarë? Ajo që është më e sigurta dhe keni mundësinë, domethënë më sigurt në kuptimin e mirë fjalës sepse është një individ dhe keni pikërisht këtë butonin këtu. Në pikërisht në këtë drejtim dhe keni mundësinë gjërat që do të shikoni këtu dhe momenti i duhur në lidhje me takimet që do të keni sepse janë gjëra që do të ndikojnë dhe çështjet që mund të keni në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve. Pra aty mund të shikoni, dërgoni mesazhin për shembull juve dhe merrni përgjigjen në adresën tuaj sepse aty abonohesh nëpërmjet membership dhe atje ju e shikoni në kohën që ju e klikoni dhe pastaj do kuptoni arsyen pse unë e them. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se pikërisht kjo ditë është dhe shënon fillimin e gjërave ndryshimeve të mëdha në anën e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimin e madh që mund të merrni dhe jo vetëm, sepse
Kjo periudhë është periudha e ndryshimit, është periudha e mundësive dhe e çështjeve që juve keni në lidhje me anën e punës suaj, në lidhje me ndryshimin e madh që keni, në lidhje me çështjet e tjera që do të ndikojnë në këtë drejtim, por mos u shqetësoni sepse në lidhje me punën nuk do keni probleme, sepse kjo fillim javë është mjaft e mirë edhe për të nisur diçka të re, sepse ka të bëjë shumë një ditë dhe javë të mbar ju uroj dhe ka për qenë për juve që sot tashit dhe ka mundësi të zgjidhni çështje problematike. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditës së parë dhe me luan duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqense demi duket se tani në këtë periudhë ka mundësira, ka rëndësi puna, ka rëndësi karriera, ka rëndësi ajo çka juve bëni dhe doni. Dhe në rastin konkret, është momenti, është koha e duhur në zgjidhje të gjithçka që juve keni. Për arsye të punës suaj, të karrierës, që lidhet shumë me karrierën, dhe ndikime të mëdha që vijnë nga ana juaj, dhe kjo do të thotë sepse periudhat që ndodhin fenomenet dhe momenti që juve keni është aja dhe zhëja në ekonomi. Ndryshime që bëhen, në fakt për sa i përket çështjeve të biznesit, apo gjëra që do të keni, duket se lajmi mirë sapo vjen. Vjen për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që do të keni dhe do të ndikoni në anën tuaj. Momenti, mundësia dhe çështjet të tjera që do të ndikohen tani atutje, është një moment mjaft i mirë, pozitiv në atë që duket, pozitiv në atë që juve keni dhe periudha që ndodhin fenomenet. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Çështjet afatgjatë që ka të bëjnë me punën tuaj çështjes së demit, një javë të mbar ju uroj miq, dhe ka për të qenë sepse ndikoheni shumë në lidhje me një takim të rëndësishëm pune dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë me zhvillimet dhe ndryshimet e tjera që do të keni tani etutje, nuk ka vend për të shqetësuar sepse gjërat janë në favorin tuaj dhe në ndryshimin e madh që vjen tani etutje ku çështjet dhe ekonomia merr një drejtim të ri në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me shigjetar janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, një javë të mbarë dhe ditë të mbarë ju uroj. Një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv për juve të kësaj shenje, edhe pse me problematika të ndryshme, edhe pse keni pasur shumë çështje të lëna pezo për një arsye apo për tjetër. Është një moment tani, një moment që ka zgjidhje me çdo lloj problemi që juve keni, çdo lloj çështje që juve mund të ndikoheni, por është edhe momenti më i mirë i mundshëm tani në këtë periudhë, sepse është periudha ku gjërat do të ndikohen në favorin tuaj dhe momentet që janë momentet më strikte për juve për të fituar të ardhmen tuaj. Dhe është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshkët e ditës së parë dhe virgjëresht e ditës së tretë është diçka shumë perfekte dhe shumë ideale për të zgjidhur çdo çështje apo çdo problem që juve keni. Në çështjet që lidhen me një udhëtim shpirtëror, duket se është me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e gaforës. Për sa përket shenjës së gaforeve, meqense gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, disa çështje shumë pozitive, por megjithse data 1 për juve është një ditë e shënuar e çështjeve madhore, ekonomike, financiare, për zgjidhur disa probleme që keni lënë pas dore, por gjithashtu kjo lidhet edhe me anën e biznesit të karrierës suaj, sepse me karrierën keni bëni shumë në shumë çështje pozitive, marrje vendimeve të rëndësishme, po që është momenti dhe periudha e duhur për gjëra të mëdha që do të keni, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar në anën tuaj të ekonomisë të stabilizimit. Në çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur disa çështje problematike të vogla, por janë kalimtare, nuk është diçka që mund të themi se çfarë mund të ndikojë në këtë drejtim, por kjo është një diçka pozitive sepse me kalimin e kohës gjërat janë mjaft të mira dhe mjaft pozitive me ekonomi dhe stabilizimin, sepse stabilizimi ka të bëjë shumë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët e ditës së parë dhe me akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët, duket se luanët tani etutje kanë të gjithë mundësinë, të gjithë kohën e artë që ata zgjidhin problemin e tyre, zgjidhin çështjet e pazgjidhura. Momentet që juve keni në anën tuaj është një mundësi e artë, nëse do të flasim për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket gjërave që juve do të keni. Dhe
çështjet problematike që mund keni pasur dikur. I zgjidhni pikërisht tani në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe ujor duke të mbara. Një vëmendje do të bëni me shigjetar të 10 diçit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat të duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft rinovuese në ekonomi, në stabilizime, në çështjet e komunikimit. Komunikimi që është baza njëherë, edhe vendime që do të merrni, janë vendime mjaft të mira dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje, sepse gjithmonë ndikimi i Virgjëresës në fillim javë të mbar ju uroj, është një moment mjaft të mirë dhe shumë vendimtar për të ardhmen tuaj, sepse lidhet shumë me të ardhmen, lidhje me ekonominë dhe lidhje me disa takime që do të keni pasur më përpara dhe nuk keni arritur, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me vendime që merren, lidhje me çështjet e financave, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me bricap duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se tani në këtë periudhë kanë të bëjnë me disa vendime që do të merrni, sepse pikërisht dita e sotme, nga dreka, është momenti më i mirë dhe më pozitivi i qenë ndonjëherë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me mundësi të arta që keni tani atutje. Prandaj është koha më e mirë e mundshme për të bërë ndryshime, për të bërë marrë vendime të rëndësishme dhe në vazhdimsi etutje gjërat janë mjaft të mira dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor duken perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Me akrepët do duket se dita e sotme është një ditë mjaft e rëndësishme, javë të mbar ju uroj akrep të dashur dhe një ndikim sa më të lehtë në çështjet që do të keni, sepse ndikimet janë mjaft të mëdha dhe të lodhshme, por është e kënaqshme në fund, sepse lidhet me punën, lidhet edhe me bisedime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me gafore dhe me peshk të 10 diçit parë është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët të duket se dita e sotme, një ditë mbar, javë të mbar ju uroj miqtë e mi, dhe ka për qenë e mbar për shumë arsye të punës dhe të karrierës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak të 10 diçit parë, me peshorët të 10 diçit që është perfektja, por gjithashtu dhe me peshk të 10 diçit të dytë ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive në lidhje me zgjidhje të konflikteve që mund keni pasur dikur dhe sot jeni më mirë se çdo herë tjetër. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricapët duket se pikërisht kjo ditë, një fillim javë mbar ju uroj, ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshimin, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me zhvillime të reja dhe mundësi të arta. Kjo ditë pikërisht fillimi i muajit dhe fillimi i javës. Janë dy gjëra kryesore që lidhen pikërisht në këtë javë kaq të dobishme dhe kaq të rëndësishme. Një ditë, muaj, një javë ka kryesisht punën dhe karrierën. Këtu do duken të gjitha në dritët e diellit dhe të hënës. Është mundësia dhe momenti, periudha dhe koha, vazhdimi dhe ndryshimi. Janë shumë gjëra që do të lidhen në fushën tuaj të punës dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore dhe me dem duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorët duket se tani atutje kanë disa mundësi të mira në lidhje me punën e tyre, lidhje me karrierën, një ditë dhe javë, muaj të mbar ju uroj miqtë e mi të shenjës së ujorit dhe ka për të qenë shumë muaj dhe java tepër pozitive, sepse me punën stabilizoni dhe me dashurinë rregulloni shumë me gaforen dhe me peshoren të 10 diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit duket se mund të flasim shumë gjëra në një kohë, një mundësi, një çështje e artë që vjen në anën tuaj dhe periudha që ndodhin fenomenet është diçka shumë e mirë dhe tepër perfekte në ekonomi dhe në stabilizime. Në stabilizime sidomos ka diçka shumë të madhe dhe me ndryshimin e madh, me vendime që merren dhe me periudhën që ve keni dhe çështjet më të mira që janë ndonjëherë janë pikërisht tani. Në këtë çështje, sidomos në lidhjet afatgjat, që do thotë me virgjëresh dhe me binjak duken të mbara, pak vëmendje me akrep të 10 diçit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht miqtimi të shenjës së peshqeve ku e mbyllim dhe do të themi që një ditë të mbar, javë të mbar, muaj të mbar në çdo aspekt. Pas të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimin detajuar, kemi pikërisht faqen e ros. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar një mesazh ose të na merrni në telefon nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it, sepse atje keni të gjitha paketat. Kurse për juve që doni, në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve,
pikërisht ky butoni këtu. E klikoni dhe duke klikuar, duke shikuar, dhe më pas dërgoni mesazhin për të marrë drejtpërsë përgjigjen. Por kemi dhe një ndikim nga YouTube direkt, që juve mundeni që të shikoni se si të abononi për të marrë një parashikrim momental. Mos prisni kur vi java, muaji, viti, ku diun. Kemi membership, pikërisht kemi këtë butonin këtu. Siç e shikoni aty, ja pra ku është, e klikoni dhe shikojeni vetë, nuk kam çfarë të them unë, arsyen. Provojeni një herë, ku i dihet, gjërat e mira janë të lira. Shikojeni dhe do më kujtoni. Unë uroj një ditë të mbar, muaj të mbar dhe javë të mbar. Gjithë mirat.